Ndonse situata është përmirësuar, uji që përmbyti banorët e Vaut të Dejësit ka lënë pas dëme të shumta. Një prej banorëve të prekur nga këto përmbytje është Ernest Paluku, që banon afër përrojit të Glinës, i cili doli nga shtrati dhe për pak minuta solli përmbytje të frikshme. Paluku thot se familja e tij mund të kishte humbur edhe jetën. Realisht dami është shumë i madh, por kjo është një fuqi mby natyrore që nuk mund të ankohemi, pasi problemet janë të vazhdueshme këtu, por fakti është që ne kemi ngritur zërin edhe në instanca të larta, deri në qeveri, te deputetët e zonës, ministra. Kemi diskutuar problemin e një fyre të penës gjatërit në Mnel, në fshatin Monirzu, e cila ka bën një dëm të madh që ka prur fruri zhavorit në pjesën e shtatit të Lumit Gjatër deri te pjesa e Urës të Vëllezit Dodani, e cila rrezikon edhe fshata të tjera për të dëmtuar edhe argjiratura, e cila dëmton fshatin Naraç, Kaq deri në Dragush të rrethit Lezhë. Realisht kjo situatë ka ndodhur për 50 minuta, do të thënë asnjëherë unë kam qenë drejtues policie në Bashkinë e Vodës dhe asnjëherë nuk ka ndodhur që për një gjysmëore të arrihet që në unazën verilindore të bashkisë të ketë mbi rrugë mbi 1 metër e gjysmë uji. Pra, janë dëmtuar 2 makina, më është dëmtuar banesa me gjitha ureditë e pajisjes që kam aty marrë. Kam pas edhe një biznes vogël të shërby banesës time. Dami është shumë i madh. Ne e dim që nuk do arrijm që t'i marrim ato, por realisht ky vend është bën i pabanueshëm dhe është e vështirë që t'i dosh marrë. Nuk bëhet fjalë vetëm për mua, por edhe për banorët tjerë të kësaj lagje. Dami im sot për sot i ka lënë mbi 30 milion lekë. Unë 2 makina i kam pas të mbuluara 100% në ujë. Pra, dhe më thënë që ato ka dalë jashtë përdorimit si mjete, lokali nuk bëhet fjalë as banesa për të bërë jetueshme më, dhe më thënë këtë objekt. Nuk është faj i shtetit, kjo është një goditje që ne e mbi natyrshme që është në dorën e Zotit, por realisht që ne jemi të Zot të unë sikur të kisha ndodhur që ai ujit kishte ardhur në prezencën e orëve të natës, unë do isha i vdekur sepse vetë do kisha rënë në korrent. Unë fati që ka ndodhur ditën, kam staku, domethënë atë servabidën e objektit e të banesë, dhe sot që flas këtu jam gjallë në dorën e Zotit, po Zoti i ka ndorë gjithë. Strukturat e Bashkisë së Vaut të Dejës po bëjnë evidentimin e dëmeve dhe janë në gatishmëri për të ndihmuar familjet e përmbytura. Gjatë ditës së djeshme rreth 100 banesa kanë qenë me prezencë ujë. Janë ngrit grupet e punës nga Bashkia e Vaut të Dejës për evidentimin e dëmeve, siç e keni parë dje, dëmet janë të konsiderueshme në rëndi shtëpiake, kafsh, shpend dhe bletari. Për momentin po ka nis puna për pastrimin e kanalit rrojit të Glinës. Kjo një zgjedhje e përkohshme, pasi zgjedhja përfundimtare do të ishte realizimi i projektit. Vau i Dejës është bashkia më e prekur nga këto përmbytje, por probleme nga vërshimi i përrojve kishte edhe në Gurin e Zi apo krye Bushat dhe tek Harku i Bërdicës. Aktualisht nuk ka më familje të cilat kanë prezencë ujë në banesa.